Princi, legjenda, u thon. Princi 2 rregulla studio i kishte poshtë shtëpisë. Studio nuk e di që studio finale apo studio demos, ose 2 rregulla. Një do vishin gjithë siç vishin live, që kapin vibe-in e live, s'ka penxhere dhe s'ka orë. Normal. Por hym nuk e di. Interesante. Jo s'ka orë se të e gdhim. Domethënë si dihet domethënë mos na leni këtë limitin tash 3 orë. Vazhdo provën, e kupton? Dhe ajo është që thotë, ajo është tamam session që orë do derisa dali vibe. Dali gjëja më për tash. Edhe mos të vish me tuta, se me tuta pim disi siguri jemi në gjum. Vishuni sikur janë gjithë kartë. Ora thoshin ato ke intervista që po shifin ato gocat që ishin në zërat e dytë, për kishin taka. Ta do pritet gjithë kohë. Vibe e thishë ashtu, po si pash gjithë në klub, nuk bëhet prova. Që kjo është një formë. Po çka kosto ka kjo? Bëj çikosën të vinë gjithë. Të paguhen gjithë ata, ta marrim shumë, më fal, ta marrim shumë break it down që i thonë. Po ta break është down, ai artist minimalisht do paguhet ai pra. Do vinë 10 veta, bëjnë prova me Princin, si tek Princi deshin 8 pjesë. Po atë tip ka që ka bërë ato hitet e veta. Ato çuditë. Këngë është ajo që ka bërë, ajo është çudi e bër. Tamam. Kisë çan ato, krim, ato janë stile burr që nuk të vinë ty nëse s'ke atë më kliku ta.